Shtabi i emergjencave civile është mbledhur me urgjencë në prefekturën e Fierit në praninë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku për të analizuar situatën e krijuar nga rreshtet intensive të shiut dhe përmbytjet në disa zona të qarkut. Sipas autoriteteve, gjendja më problematike paraqitet në zonën e lumit Vijos, ku rritja e nivelit të ujit ka sjellë rrezik për banorët dhe pronat e tyre. Duke garantuar angazhimin e plotë të gjithë strukturave vendore dhe atyre qendrore, Balluku bëri thirrje banorëve në zonat e rrezikuara që të bashkëpunojnë me autoritetet dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencave civile, veçanërisht në rastet kur kërkohet evakuimi. Ajo theksoi se mbrojtja e jetës së qytetarëve mbetet prioritet absolut në këto momente. Ne kemi shumë të qartë që banorët e kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për të drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat kur dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjithë zgjallën në këto momente. Duhet jeni në dijeni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nga Novosela, Balluku bëri të ditur se mëngjesin e së premtes do të mblidhet Komiteti i Emergjencave ndërinstitucionale, ku në fokus do të jetë plani i masave për përballëzimin e situatës në rang vendi. Po ashtu në orën 8:30 në kryeministri, në drejtimin e kryeministrit Edi Rama, do të zhvillohet një analizë detajuar e situatës së krijuar nga rreshtet, ku pritet të përcaktohen edhe vlerat e kompensimit për banorët e dëmtuar, si dhe ndërhyrjet e tjera shtetërore të nevojshme për menaxhimin e emergjencave.